Ai Allah te bareke wa taala I krijoi ditët dhe zgjodhi në mesin e tyre ditën e Arafatit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Allahu Akbar, walillahi alhamd. O ju robër të Allahut, thot Allahu te bareke wa taala në Kur'an: wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dhe Zoti juaj krijon çka të don dhe përzgjedh në mesin e krijesave këtë don. Ai Allah te bareke wa taala I krijoi njerëzit dhe zgjodhi në mesin e tyre pejgamberët. Ai Allah te bareke wa taala I krijoi muajt dhe zgjodhi në mesin e tyre muajin e Ramazanit. Ai Allah xhelle xhelalu I krijoi netët dhe zgjodhi në mesin e tyre natën e Kadrit. Ai Allah te bareke wa taala I krijoi ditët dhe zgjodhi në mesin e tyre ditën e Arafatit, ditë në të cilën ne jemi sot. Arafat, dita më e mirë në të cilën lindën dielli. Pejgamberi juaj sallallahu alaihi wasallam tha: "Khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawmi Arafah." Dita më e mirë dhe më e bukur në të cilën lindën dielli është dita e Arafatit. Arafat, ditë të cilën e përmendi Allahu xhelle xhelalu në librin e tij të madh dhe të shenjtë dhe tha: "Fa-idha afadtum min Arafat, fa-idha afadtum min Arafat, fadhkurullaha 'inda al-mash'ari al-haram." E kur të zbritni prej Arafatit, kujtojeni Allahun e madh te bareke wa taala tek mash'ari al-harami, I cili është Muzdalifja. Arafat, për të cilën ditë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yawmi Arafah, inni la ahtasibuha 'inda Allah an tukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha." Dita e Arafatit, agjërimin e të e shpresoj tek Allahu që Allahu dhe na I falen mëkatet e vitit që ka kalu dhe mëkatet e vitit që vin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. E kush prej nesh ju vëllezër nuk I ka bën mëkate Allahut? E kush sot në këtë ditë të madhe nuk e shpreson falje dhe mëshirën e Allahut?